Mbyllja e listave ka nisur thuajse zyrtarisht fushatën dhe asnjë nga kandidatët për deputet tashmë nuk e fsheh. Kuvendi ka mbyllur dyert dhe deputetët, ata që shpëtuan Kosovës kryetarëve, u janë vërsulur qytetarëve në shtëpi, rrugë apo rrjete sociale. Por duket se luftën e kanë më shumë mes njëri tjetrit se sa partitë me njëra tjetrën. Sot Edi Rama ishte gjithë ditën në Shkodër, ndërkohë që vetëm 4 vite më parë nuk mbylli dot as 60 minuta pa incidente dhe antimitingje. Sot jo vetëm nuk e shqetësoi njeri, por pati gjithë qetësinë e mundshme që t'i ftonte edhe demokratët konservator shkodran që të braktistin Partinë Demokratike. Normalisht, lajmi sot nga Shkodra do ishte Rama fushat në shtëpinë e armikut. Por pyetja është, po armiku ku është? Armiku i përsupozuar, pra Sali Berisha, është në Tiranë. I pashqetësuar më nga drejtësia e re, e cila duket ka marrë lejen e lindjes para kohe, kryetari i Partisë Demokratike i këshilluar në distancë nga Krisla Çivita, duket se po tenton të na marrë kalan me të butë. Paraqet programet e bën premtime, ndërsa fton Ramën në një debat për integrimin evropian. Me gazetarët sillet mirë dhe më në fund ata mund t'i bëjnë edhe në një pyetje pa rrezikuar sulme, bullizime dhe ofendime nga ish babai i kombit. Të vetëve u jep këshilla të merren me ekonominë dhe me një parti që e ka vënë rresht, nga Jorita Tabaku që nxjerr postime vetëm me militant tropojan dhe djali Fariballiut që poson vetëm kastravesa dhe spesa, doktori ka pranuar 2 muaj më herët vendin e dytë. Por jo humbjen. Sepse tashmë humbje për Sali Berishën quhet vetëm vendi i tretë, një rrezik jo dhe aq iminent për të së paku jo për këto zgjedhje. Në këto kohë ne gazetarët e vjetër që jemi mësuar të menaxhojmë luftrat të vërteta dhe maratona elektorale, kemi mbetur disi si peshku pa ujë. Normalisht fushatat dhe muajt përpara saj kanë qenë të vrullshme, zhvillimet çdo ore dhe jo më çdo ditë. Po sot, ndonjë ankesë e Erion Braçës para ndërtesave të oligarkëve, ndonjë gallat në rrjetet sociale të Lulzim Bashës dhe si gjithmonë buf kënet buf. Plus Çivita me ndonjë selfie me Fatmir Medion, apo dhe reagimi i radhës si ndonjë të përjashtuar nga lista. Jeni sheri që sot doli nga koalicioni me Berishën dhe e shpalli atë të Palishën për shembull. Kështu që sot tash që të shtojmë pak dozën e adrenalinës dhe të ftojmë në emision Dash Sulën, deputetin karizmatik demokrat Peqinit që ishte pro Bashës, pro Berishës, por pak ditë më parë këtu në ABC News u duk se ishte edhe pak pro Ramës. Me të do emisionte në program. Sikla. Mirë se vini në restori, urojmë se në program Dashur Sulës, më mbroma Zoti Sula, faleminderit që më mëson dhe kënaqësi. Bashkë me mua është edhe Roland Lami, profesor më mbroma, faleminderit që më ne sonte. Zoti Sula, duhet ta nis me një pyetje për ju, që është më shumë retorike. Dash, atë tash. Atë tash për tash. Po ti je nga Shqipëria mesme, të thuhet gjithmonë, po se kuptojnë ndonjëherë. Po e filloj pa bë pyetjen. Komplimente për të gjitha të hyrjen. Problemi është që në të që ju sa lanquat, përmbledh gjithçka realitetin që është në këtë vend. Që edhe unë pjesë të realiteti jam edhe ti, por jemi shumë herë më pak gjunafe se sa ato tjera të cilët përmendën pak më para. E vërtet është, por ta thash në një vend shpresa humbet. Dhe besoj që këtu e ndajmë edhe ne që jemi komentatorë që jemi çik më distant, nuk kemi kaq përfshirë me politikën, në sensin përfshirë as nuk kemi ne përfitim në gjë, thjesht komentojmë nga pozitat tona. Në një vend shpresa vdes predikisht kur vdes opozita. Dhe duket sikur, në etash dhe editorial, duket sikur zoti Berisha me daljen e listës tij u duk sikur për herë të parë në historinë e tij politike nuk e ka bërë këtë as në 97-ën. Sikur e ka pranuar rezultate, që ai do të jetë i dytë, dhe tashmë për të humbje nuk quhet vendi i dytë, humbje quhet vendi i tretë. Duket që kjo listë konsolidonte vendin e tij të dytë, për të cilën ai mendon që i del lehtë pron, qoftë edhe për faktin që me sistemin tonë politik që ne kemi, mazhorancës do t'i duhet patjetër vendi i dytë që të bëj ligjet posaçme apo ndryshimet kushtetuese me 94 vota. Pra Berisha duket më shumë se i lumtur me kaq sa po merr. Fatkeqësisht, unë kam paralemruar, kam thënë, kam diskutuar, kam debatuar, jam anetemuar, nuk them më tej, ku kam thënë që një forcë politike, nëse ekziston dhe hyn në zgjedhje thjesht për të mbijetuar dhe jo për të fituar, ajo është fatkeqësi. Shpesh herë kam thënë këtë.
i referohem gjithmonë momenteve të përplasjet të konflikti ka qenë brenda vetë të kampit të Partisë Demokratike, dhe që jam, edhe më vjen keq, po e them, po tu në një media, nuk po them emrin, po me datën 10 shtator të vitit 2021, kam artikuluar një shprehje të cilët them që sot që e kujtoj prap nuk do hezitoj ta thoja po një dhe gjë. Ku kam thënë? Vendimi i datës në shtator, kjo ishte me 10 fjala ime, është një vendim jo i drejtë i zotit Basha. Në procedurë dhe në statut të Partisë Demokratike, në kuptimin. Pra i qëndroni asaj. I qëndroj. Shkelur statuti Partisë Demokratike, po themi kryesia pa pyetur, grupi parlamentar pa pyetur, këshilli kombëtar pa pyetur për përjashtimin e zotit Berisha nga Partia Demokratike dhe nga grupi parlamentar. Nga grupi parlamentar. Grupi parlamentar, edhe mish pastaj ajo është partia realisht, edhe në opozitë dhe në majorancë flasin, pavarësisht pastaj 3 muajt e fundit që vinë të tjera. Dhe i qëndroj për këtë. Dhe kam thonë që zotit Berisha i takon që për shkak të historisë, për shkak të demokratëve, për shkak sa ka dhënë për demokratët dhe sa ka marrë nga demokratët, do duhet që të bëj sakrificë sublime, po them fjalë për fjalë çfarë kanë thënë. Ai dhe familja e tij për mos futur Partinë Demokratike në një rrugë e cila do të jetë shumë e rrezikshme, ndoshta për ta bërë cop e çik. Kjo ka një fjalë. Tani një pyetje kam unë. Për këtë çfarë ndodhi Partisë Demokratike nga 2021 e këtej? Fajtor kryesor është Berisha apo Basha? Për fat të keq, jo nga 2021, nga 2019, nga eksitimi kolektiv, nga çmenduria kolektive, e djegjes së mandateve dhe bojkotit të zgjedhjeve vendore. Që do të thotë? Se Basha thotë më detyroi Berisha. Tani, unë kam thënë, prandaj referohem në 2021, zoti Sule. E di pse referohem në 2021, sepse në 2021 vendimi i zotit Basha ishte për përjashtimin e zotit Berisha. Se ke 2019 ajtë këtë besojmë Bashën apo Berisha. Tani, kurse 2021 është veprimi i Bashës. Tani, unë kam thënë një shprehje tjetër. Prandaj referohem unë nga 2021 e këtej. Kush është fajtori kryesor, Basha apo është Berisha? I vetmi antar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike 2021-2025, kam thënë shprehjen. Faji është 2 personë në konfliktin midis demokratëve. Njëri që s'u bë kurrë kryetar dhe tjetër që siku kurrë nga kryetar. Por faji më të madh e ka ai që s'u bë kurrë kryetar. Pra, Luzim Basha. E dyta, po të them unë, tani unë nuk mbahem për muskuj shumë, pavarësisht që e dedikohem sikur për sportin, se s'kam pas muskë, s'kam pas stërvitje. Po të kisha unë partinë. Te stadiumi Peqinit. Një minutë. Jam më gjë këtë mikoj. Nuk u duhet keq. Po, tisha edhe tek parlamenti, në shtyrën e gardës. Tisha unë kryetar i partisë, siç ka demonstruar për 34 vjet, asnjëri nuk ka marrë partinë deri më sot, vetëm kur ka shit vet. Kujdo më kujton nga partitë e vogla, kemi asysh e madhe vulën, në ti marrësh partinë, pra është pa aftësi e jotja. Dhe kjo është faji i Bashës. Dhe tjetër, kur je në krye, o merje që thot populli, tuni ato qelsa, ose hidhi ato qelsa kur nuk ashtu dot. Që do të thotë, prandaj je lider, të shikosh për tej, se dajti mund ta shohin gjithë nga Tirana për ditë mjes kur gëdhimi. Po lideri ka që ta shohin pas dajtin, zabastar. Kjo është aftësia. Gjë që ai nuk e bëri asnjëherë, Basha. Pavarësisht që njëri but, njëri me të, por ne Shqipërisë me të themi, soj e mrapa maje, ose bone haje. E di. Ka shumë rëndësishme. Është shumë e bukur, është shprehje shumë e bukur. Nuk e themi dot. Tiranësit. Edhe ka një shprehje tjetër Tiranësit që është lapidar që kur bika fiku të hanë qenë shtëpisë. Ti si e përjetove rëndin nga dega e fikut Partisë Demokratike? Për fat mirë, unë s'pat qenë shtëpi që të më hadë aty në të moment. Se ishin drejtim pa ditur gjithë. Ishin drejtim pa ditur. Lami, ne qeshëm, po sigurisht është tragjike ajo që ndodh me opozitën dhe me vendin, pasi një vend pa opozit. E para nuk i bën mirë edhe atyre që qeverisin dhe u provua 2019-2021, kur shumë kryetarë bashkish shkelën në drast kalbur, flas për socialistët. Ca janë pandehur, ca janë të hetuar, ca janë të gjykuar, ca janë burg,
Pra, le të themi, ndërtim pa ditur. pra, ca ndërtim pa ditur mirë ke. Pra, ideja është, pra, nuk i bën mirë askujt mungesa pozitës. Pra, ne e kalojmë të qeshur, praktikisht nuk është për qeshur. Po jo, dhe editoriali juaj në thelb tregon kotësinë në cilën është futur kjo fushatë, dhe kotësia nuk vjen nga fakti i mënyrës se si reagon qeveria në të ideurin e fushatës, por vjen nga kundërshtari i cili është futur i dorëzuar në të fushatë, dhe nga mënyra se si ideoi listat, dha mesazhin që në vend që listat ishin një mekanizëm për të balancuar, për të krijuar kohezione, për të rifreskuar, për të karikuar individ të cilët kanë mbështetje, siç është dhe zoti Sula këtu, i cili i tregon votat që ka marrë në primar, se cili është në zonën në cilën ai garon, tregon pikërisht frymën pesimiste në cilën është futur kjo parti, e cila ka një objektiv, me sa duket, të nënkuptuar, modest në këto zgjedhje. Dhe kjo e bën të trisht faktin, sepse kemi një opozitë e cila është në 12 vjet, që nuk ka këllçe, nuk ka forcë, nuk ka energji, nuk ka vizion, nuk ka frymë, nuk ka strategji për të ardhur në pushtet, jo për të mbajtur vendin e dytë të sigurt apo individ të preferuar për liderin në listat sigurta. Kjo është çështja dramatike në cilën futet diskutimi dhe e bën dhe të zbrazat gjithë këtë atmosferë fushate. Po pra, sepse për shembull unë kam përjetuar shumë afër shumë fushata, edhe duke qenë vetë brenda Partisë Demokratike në momente shumë vështira pas referendumit, zgjedhje lokale, kemi përjetuar zgjedhjet e 96-s, zgjedhjet e tmerrshme të 97-s patjetër, po dhe atëherë zoti Berisha kishte energji, kishte entuziazëm, kishte edhe kartë. Kishte edhe ekip morale. Mirë, se këtu pastaj dalim tek përgjigjen ndaj pyetjes si se kanë bërë akoma. Cila është arsyeja? Po e bëj pyetje, cila është arsyeja pse kësaj radhe zoti Berisha është dorëzuar? Po, unë pa i marrë fjalën dhe kohën zotit Sule, i cili ka shumë për të dhënë, sepse e njeh shumë nga afër Partinë Demokratike dhe tani është ish liret për t'i thënë gjërat, pra si ka kuptuar që dhe vetë i zgënjur se çfarë ndodh brenda Partisë Demokratike. Imagjino ne që shikojmë nga larg atë. Por do të thoja, shiko se çfarë po ndodh me ideimin e fushatës. Është vetëm zoti Berisha i cili del në fushatë. Sigurisht, e njëjta gjë ndodhet tek Partia Socialiste, që del vetëm zoti Rama. Dhe ne jemi futur ka vite në një fushatë presidenciale, ku vetëm kryetarët bëjnë fushatë, jo individ të tjerë. Por stofi i zgjedhur nga zoti Berisha është arkaik, tradicional, as pak trendi, as pak me fantazi, dhe zoti Berisha, zoti Nano, Rama, ka kuptuar që të zhvilluar të fushatës nëpërmjet TikTokut apo platformave është një formë trendi sot që ngjit dhe zoti Trump nuk është se ishte pa sukses. Jo, një nga, dy. Nuk po merret një nga, dy. Me rrjedhë fushatare merret me zotin Basha. Jo, nuk është ajo Landi. E kuptoj, po se ka mbyllur. Nuk e ka mbyllur. Disa teza si artikulohen. Nuk e ka mbyllur. Së dyti flet për Shqipëri madhështore, por nuk është në gjendje ta shpjegoj ku qëndron madhështia me atë çfarë do sjell Partia Demokratike, duke rënditur element qoftë në fushën ekonomike, sociale, politike, gjeopolitike, antarësim BE e kështu me radhë. Së treti, ka figura të rëndësishme brenda Partisë Demokratike që nuk ngjohen më, sa kam tu parasysh Gjak Markaj, zoti Bardhi, të cilët janë njerëz të artikuluar, që kanë pasur vëmendje në fushata, kanë pasur zë në fushat, i ka hikur zëri, u bë di që nuk janë askund. Së fundmi, po unë flas fakti, më thoni kundër faktit. Do ta them. Dhe së fundmi, primare që u bën kohën e gabuar, për mua dhe unë e kam shkruar kohë përpara, të cilën në vend që të prodhonin kohezion, bashkim kanë prodhuar keq kuptime, qef mbetje, kritika mbas falsitetit të primareve e kështu me radhë, kanë shpërthyer zëra të cilët në vend që të ishin bateri të përqendruara në funksion të opozitës, janë kundër asaj çfarë ndodh brenda opozitës. Janë këto arsye që për mua e bëjnë të mefsht, të pa fantazi, arkaike, demode,
me një ligjërim të vjetër, duke sikur është fushata e vitit 2005, jo fushata 2025 të Partia Demokratike. Po jo, fushata 2005 s'ka pas tjetër Në kuptimin e temave, në kuptimin e profesor, ekonomist, arkitekt, jurist. Pas tjetër energji 2005, kjo është fushat. Me ardhin e kopit, me ardhin shumë gjëra tjera. Sure atër që thatë jo, është diçka tjetër. Tani, prap kam thonë një shprehje, po në media që, se po i kujtoj tani, gjithmonë dhe, sepse në sajt atyre saj lirisë sime, po paguaj të çmim soton, kupton, dhe i kujtoj gjithë dhe tash më kujtohen shumë më mirë, që nuk mundet që një shoqëri të pranoj, ose një forcë politike, sidomos ajo të cilët të sfidon që është opozita, që një makinë të vjetër politike si Edi Rama, ta zëvendësosh me një makinë akoma më të vjetër politike si Sali Berisha. Pra, që do të thot, vide diku aty që thot Landi, por me mënyrë artikulimit të tezave të cilët zoti Berisha po i bën edhe përpara fillimit fushatës elektorale, por edhe tani, por veçoj shumë të vlerësuar programin e Partisë Demokratike dhe të opozitës dhe të zotit Berisha, e cili kundërshtarit i politik, zoti Rama nuk e ka një gjë të tillë, dhe nuk e artikulon, dhe nuk e thot. S'ka dhe çfarë thot për mandat 4. Po mirë, çka ke bo, çka s'ke bo, s'ke bo. Pikërisht si e shoh unë pra, që të sfidon me të programet, por ka një defekt shumë madhor, një defekt të cilët unë personalisht e kam thënë në strukturën e Partisë Demokratike, e kam thënë në grupin elementar, ja kam thënë dhe zoti Berisha në grupin elementar, ja kam thënë dhe të tjerëve të gjithë aty. Dhe pikërisht kam atë stampën mikurrist të emrit të spakistit, dhe i kam thënë, për sa kohë shqiptarët, për sa kohë shoqëria shqiptare, pavarësisht të metave të cilët ka spaku, apo rezultate të cilët nuk ka arrit maksimale, por mjafton perceptimi qytetar, mjafton dashuria qytetare për atë institucion që është spaku, i cili sot është instrumenti që po vjen për para drejtësisë njerëzit e pandëshkuar gjatë tyre 34 vite të nivelet larta të politikës, pavarësisht emrat nuk po i hyj fare llogarisë asaj pjese, por që shoqëria e përthifuqishëm në një kohë që edhe duke filluar nga mua, çdo akuzë në denoncim i opozitës, i zotit Berisha dhe gjithë tjerëve në parlament dhe kudo në media për korrupsionin, për lidhjet me krimin organizuar, për gjërat të zyrtarëve të Partisë Socialiste. Nëse nuk do të materializoheshin me fillim procedimit penale, me hetimet edhe me gjëra të tjera nga SPAKO, nga GKO-ja, do kishin ngel thjesht retorik politike. Çfarë do të thoshte që nuk do kishte një bazë të madhe, dhe në besueshmëri edhe tek qytetarët. Por në çastin që kjo është përkthyer në procedime penale, në fillimin e hetimeve penale dhe gjykime dhe dënime nga ana e SPAKut, kjo do të ishte aleati më i ngushtë i opozitës. Spaku. Gjë që ne nuk kemi, vetëm zoti Berisha, po themi dhe me Diu edhe Meta, pavarësisht të niveleve që të jemi qartë. Flasim në numrin sasior, por në numrin atë që ju sat edhe në çka shpjeguat më para, që thatën gjithë kronikën, dhjetra e qindra zyrtar të lartë, nivelet të larta, prapë nuk më bëj krahasime të gjërat deri këtu, janë në para drejtësisë, janë në drejtësi, që do të thotë ti mund merre element çdo drejtori, çdo ministri, çdo gjë, çdo ditë që duhet analizuar dhe thoje, pavarësisht që prapë po kaloj këtu tani, si ish prokuror 15 vite në sistemi drejtësisë, nuk tërheq asnjë pikë, asnjë presë nga deklaratë që kam dhënë.